Zëvendëruar mirëmbrëma dhe mirë se vini në debatin ton publik me kandidatët për kryetar komunët e Obiliqit. Këtë debat e kanë mundësuar organizatat cilat kanë punuar mjaft për ta bërë të mundur logjistikën dhe gjithë organizimin e këtyre debateve janë këto GAP, OTRC dhe Aurola e Obiliqit si dhe Shtëpia e Kulturës. I falenderojmë këtyre partnerëve dhe tash më lejoni të prezantoj disa informata lidhur me Obiliqin. Komuna Obiliqit i ka përafërsisht buxhetin prej dikun 2 milion eurove, prej cilave 70% shkojnë në paga dhe mëditje, ndërsa të tjera shkojnë në shpenzime të tjera. Përveç kësaj, kjo komunë punëson dikun 600 punëtor. Mesatarisht, meshkujt në Obiliq kanë 10 shkollë, ndërsa femrat kanë 80 shkollë. Shkalla e papunësisë në komunën e Obiliqit përkundër faktin që kekur këtu është 60%. Problemet më të rëndësishme për qytetarët e kësaj komune kur janë anketuar janë rindëtimi i ekonomisë dhe infrastrukturës, ndotja e ambientit, mungesa e rrymës, korrupsioni, ndërtimet ilegale dhe varfëria dhe standardi ulët qetësor. Shërbimet publike që qytetarët e Obiliqit dëshirojnë që të shkojnë taksat e tyre janë në shëndetësi, arsim dhe mirëmbajtje të rrugëve. Vetëm 27% e qytetarëve të Obiliqit kanë dëgjuar për takimet e publike të organizuara nga komuna, ndërsa 37% e tyre janë të informuar për punën që e kryen komuna. Këto ishin disa informata lidhur me Obiliqin dhe tash më lejoni që prezantoj kandidatët për kryetar komunës së Obiliqit. Këta janë Emin Kelmendi, kandidati i pavarur, Enver Gashi, nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Hakim Mjekiqi, nga Partia Demokratike e Kosovës, Muslim Mjeku, nga Partia Reformiste Ora, Recep Kelani, nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Sali Grajqevsi, nga Aleanca Kosova e Re, dhe Ymer Preniqi, nga Partia e Drejtësisë. Pyetja e parë për gjithë ju do të ishte, pse jeni ju kandidat më i mirë se tjerë? Pse më ju votu juve? Më tregoni, fillojmë prej ju zotni Kelmendi. Pse jeni ju më i mirë se tjerë? Sepse nuk kam logjistikë mbrapa siç e kanë të tjerë, infrastrukturën e partisë dhe do të mjetet financiare. Jam do të i vetëm dhe detyrimet, gjithsesi premtimet që do të them, që do i jap qytetarëve, ato duhet t'i realizoj patjetër sepse nuk ka kush të mbrojë siç ndodh ke ne. Mund të jetë i suksesshëm apo i pasuksesshëm, do të një pushtetar në pushtetin lokal e ka partinë larg dhe ngrit pastaj atje në nivel tjetër, siç ishte në debatin e juaj më herët, pikërisht me analitiket në javën e kaluar. Këtë çështje u rra shumë, nëse e kam mbajtur mend. Po kjo do të ishte njëra prej shtyllave kryesore që unë patjetër që duhet ju përmbahem atyre që ju premtoj qytetarëve. Së dyti, sepse projekti im është konkret, është i zbatueshëm dhe është më pak i kushtueshëm. Dhe së treti, sepse me gjeneratën e re mendoj që jam shumë afër në kontaktet e gjithë tanishme dhe më përpara, dhe ajo pjesë do të më mbështet sepse do të kemi në projektin ton, do të është një vizion shumë i qartë për të ardhmen e tyre. Jo për se si për tikur për të blerë një pasaport diku apo një vizë shumë të shtrejt, po se si me ngelur këtu, sepse me gjithate ka mundësi, edhe pse të gjithë pushtetarët gjermë tani, qoftë nivelin qendror, qoftë në atë lokal, do të në të gjitha hallkat e pushtetit, në gjitha shkallët e pushtetit, sa herë që është shtruar kjo çështje për inin kanë thënë se buxheti është i varfër, nuk ka mundësi, po bëjmë përpjekje, por megjithatë rinia do të gjithë popullata shumica e madhe, por sidomos gjenerata e re e ka humbur besimin në ushtruesit e pushtetit shtetëror. Dhe së dyti, është një risi që kryetar zgjidhen drejt kryetar pretendentë, gjithë kryetarët e komunave, do të në pushtetin në shkallën e dytë, pushtetin. Faleminderit, kaq ishte minutazha juaj. Zotni Gashi, pse jeni ju më i mirë se tjerë? Pse më ju votu juve? Unë mendoj se programi i AK-s është shumë i favorshëm se programi i drejtashëm me cilën kanë qeverisë Partia Lidhja Demokratike së bashku me Partinë Demokratike. Në Kastriotën nuk dua me dersë, po për Kastriot do të punoj.
Buxheti i Kastriotit duhet të rritet që në vitin e parë 50%. Qysh do të rritet? Do të rritet vetëm me taksat e kekut, sigurisht do të kalon 50%. Qysh do t'jam me taksat kekut? Kekun do të detyrojmë të vijë në Kastriot edhe në bje taksat. Keku është në Kastriot? Është në Kastriot mirë, por nuk është menaxher të kekut do kënë në Kastriot. Objekti është në Kastriot kurse menaxherët nuk janë. Pushtetar para jush kanë dështu me i pru. Çka? Ju mërmenja pse do të vinë për juve? Do të vinë se do të detyrojmë të vinë. Qysh? Do të detyrojmë me masat ndryshme të cilat do të aprovojmë. Na i përmendni 2 prej atyre masave, 2. Një do të thrasëm me urgjencë, të dytën në mënyrë institucionale, kurse të dytën do të veprojmë së bashku me qytetarët, do të dalim rrugë dhe do të lejmë me hi në objektet e kekut. Pse jeni ju më i miri, ishte pyetja. Jam më i miri se do të rrisim buxhetin, do të kemë rrymë 24 orë, nuk do të lejojmë veprimtari të rrezikshme që është leju të tash, do të përmirësojmë shumë infrastrukturën, do të kujdesemi për familjet dëshmorëve, për invalid, do të kujdesemi për njerëz me aftësi të veçanta e kështu me radhë. Faleminderit. Zoti Mikiçi, pse një votu juve e jo dikën tjetër në këtë avolinë? Qytetarët e komunës Kastriotit kanë arsye për të më votu sepse pikës pari kam një biografi të shnosh dhe që 8 vite jam udhëheq drejtori i departamentit Katazrit, do të thotë fort mirë janë të informuar me angazhimin dhe efikasitetin e kësaj drejtorie në shërbim të qytetarëve. Përveç kësaj, jam mirë i njohur me problematiken të cilën e mundon komunën e Kastriotit dhe pikërisht pse kjo komunë përballet me probleme të shumta, mua më ka detyruar që të kandidohem si kandidat i mundshëm për kryetar të komunës Kastriotit. Pse jeni ju më i mirë se tjerët? Jo më i mirë se tjerët sepse kujtoj sepse kam përgatitjen profesionale dhe njëkohësisht edhe për kushtimin ndaj punës. Faleminderit, zotni Mjeku. Pse një votu juve jo tjerët? I përshëndes të gjithë pjesëmarrësit, mendoj me më votu mua, jo më i mirë se tjerët, veç një i thomë që e kam guximin, kur marr vendime, jam i qëndru shumë në vendimet mia, edhe shpresoj që e kam një përvojë se prej fillimit mas lufte e deri më sot u heqi një sektorin e bujqësisë, për cilin edhe jam përqendruar më tepër rreth bujqësisë dhe ambientit. Edhe besoj që një mos dërmuese e qytetarëve e din në vendimet e mia përpara ose propozimet kur i kam dhënë qëllimet çfarë edhe ku për çka jam përqendruar. Çka do t'i thoni atyre që nuk e din? Atyre mund jo më ju premtu, po do t'ja ushqaroj edhe do t'ju argumentoj me fakte që atë vendim që e bim, se une bashkëpunoj me profesionist, bashkëpunoj me ekspert, edhe veç vendimet e ekspertve vinë shprehje mu realizu. E kurse se veç vendimi ose mendimi im. Apo na i përmendni ata ekspert pak, kush janë? Po nëse është nevoja po, veç unë e kom zgjedhur më shumë agrokulturës, unë punoj me fakultetin e bujqësisë veç që 8 vite, personalisht, po thomë të është punoj mas tepër për në pemtari tash që e kemi iniciativën për zhvillimin e pemtarisë me profesorin Syl Shilonaj, i cili më ka premtuar që në çdo kohë, çdo minutë është në gjendje më u përgjigj. Na ekspert tjetër përveç jush? Kemi edhe ekspert tjerë me të cilët muj me punu, kam Bekim Cikaqin, Bekim Cikaqin. Eksperti shkafit? Edhe ajo është eksperti pemtarisë. Kam edhe ekspert tjerë se shoqatat që cilat gravitojnë komunën e Kastriotit janë të interesuar me investu në bujqësi. Keni ekspert tjerë përveç kësaj? Po. Pemtaris përveç pemtaris? Kam. Tjetër? Të me i përmend të krejt, me fakultetin e bujqësisë punoj me të gjithë. Faleminderit, ka që kemi. Zotni Kelani. Pse një votu juve jo tjertë? Përshëndetje për gjithë, një më thash. 18 vjetë tërvoj të jetës politike.
lidhja demokratike e Kosovës. 16 vjet përvoj dhe takime të rregullta javore me presidentin Rugova, me presidentin historik të Kosovës, për gjitha subjektet politike dhe për Kosovën. Do thot një bagazh i tërë, bagazh i gjanë, që bajmë në supet edhe si lidyky edhe në si person. Do thot kryes saj për ditëve të parë të themelimit, që thuhet për atë kohë servis jo, sepse këto është shteti i Kosovës, këto është Republika e Kosovës, nuk ishte lehtë. Unë mendoj se do thot janë mirë njësë qytetarët tanë. Një strukturë mirë e organizuar në nivel të degës së lidykës për komunën e Kastriotit. Deshta me thonë që në fillim, jo Obilish, Kastriot tani më është zyrtare, që është ba në kohën time kur unë kanë qenë kryetar i kësaj asambleje komunale. Elementet e tjera, program janë zakonisht qartë. Ende zyrtarisht quhet Obilish, se s'keni arrit me ndru edhe zyrtaren pra. Lutem, nëse ka mundësi ta përfundoj çështjen time do thotë. E kemi ndru, kjo është institucionalisht, nivelit të Kosovës problemet janë, nivelit të Kosovës janë problemet. Përvoja ime sekretari i kësaj asambleje të parë asamblejes komunale, nivel komunës Kastriotit. Edhe çështja që jam i mishruar me problemet qytetarëve të Kastriotit, struktura mirë organizuar lidhës në gjitha fshatrat e komunës Kastriotit bashkë me Kastriotin. Janë elementet e mjaftueshme, kujtoj që në një formë kem obligim si lidykës, si lidhja demokratike e Kosovës dhe besimin që më ka dhënë mua si kandidat i saj, dhe do t'ja dalim në një formë sepse është edhe program shumë i qartë, një program edhe nacional edhe lokal. Atë program nuk kemi arritur që praktikisht ta përmbyllim, është në vazhdimsi të saj, ka marrë kritika nga çështjet jo serioze, që nuk kanë dhënë potencial. Ju lutem, janë 8 vjet pas lirit të Kosovës dhe de facto 7 vjet lirit të lidykës dhe veprim të lidykës. Për 8 vite nuk bëhen gjërat, do thotë është një program jashtëzakonisht i mirë. Faleminderit, ka ishte koha juaj. Zotni Grajqeci, pse jeni ju të mohemi në pyetje? Pse jeni ju më i mirë se tjerë? Pse më votu juve e jo tjerët? Së pari dua t'i përshëndes të gjithë qytetarët e Obiliqit. Sa përket pyetjes suaj, unë mendoj se qytetarëve, së pari dua t'ju informoj dhe opinionëve të dim, unë jam i ri në politikë, mirë po, ajo që ajo ofroj unë qytetarëve të Obiliqit është se do t'ju ofroj sinceritet, përgjegjësi, si dhe do t'ju ofroj një qeverisje më të mirë. Kur e them këtë, atëherë bazohem në ndryshimin e qasjes filozofike ndaj paras publike, e cila vjen, si dhe ndryshimin e qasjes në përgjithësi të institucioneve tona ndaj qytetarëve të komunës së Obiliqit. Shumë mirë, qysh? Këto do të arrijmë, unë mendoj, me sinceritet, me punë, me transparencë, si dhe me përgjegjësi. Sepse për mua një element shumë i rëndësishëm për të qeverisë, si në nivelin qendror, ashtu në nivelin lokal, është përgjegjësia. Përgjegjësia është një fundament etik i shoqërisë së lirë qytetare. Nuk do të ketë, domethënë, qeverisje të mirë nëse nuk ka përgjegjësi, llogaridhënie, transparencë në punën e institucioneve. Si do të arrini ju këtë? Gjithmonë, si do të arrini? Këtë do të arrijmë duke i funksionalizuar mekanizmat e kontrollit të institucioneve ndaj punëtorëve në qeverisjen që punojnë në shërbimet komunale. Çish do ta bëni këtë? Do ta bëjmë nëpërmes mekanizmave të institucionale. Secili do të jap përgjegjësi për punën që e kryen. Do të ketë llogaridhënie, do të përgjegjësi për atë që ka kryer ose që duhet me kryer nuk e ka kryer. Do të vendos një inspektoriat apo edhe inspektoriat edhe do të policë për secilin apo çish? Do të përcjellet puna e secilit që ka punu, kjo arrihet vetëm në bashkëpunim me të gjithë. Një njeri nuk mund të arrijë këtë. Faleminderit. Zotni Prenishi, ju pse jeni ju më i mirë se të tjerët? Pse t'ju votojnë juve e jo të tjerët? Unë i premtoj qytetarëve të Obiliqit një angazhim maksimal në të gjitha fushat e jetës. Kujdesi veçantë do t'i kushtohet arsimit dhe shëndetësisë në komunën tonë. Dihet mirëfilli se komuna jonë është në mes dy elektronave ku është ndotje e shumë e madhe e ambientit, kështu që kujdes më i madh do t'i kushtohet shëndetësisë dhe mbrojtjes së ambientit. Arsimimit do të ndërmarrë hafat në përmirësimin e arsimit të rive, sepse në komunën tonë deri më tash nuk kanë ekzistuar kushtet, por fal Zotit edhe të udhëheqësisë të mëparshme,
janë angazhuar mjaft dhe kanë bën ndërtimin e Shkodrës, tash ndërtimi i Shkodrës së mesme, qendrës shkollore, ku sigurisht shpejti do të angazhohet në punën e arsimit edhe objekti i ri, dhe matutje duhet na vetëm të kujdesemi në përmirësimin e kushteve të mësimit. Kujdes tjetër do t'i kushtojmë infrastrukturës rrugore. Qendra Obiliqit është në mes dy, thash më para, në mes dy elektronave është e vendosur dhe është ende e pa elektrifikuar, domethënë jetojmë në terr. Rruga qendrore është rrugë mjaft e dëmtuar, kështu që duhet ndërmor më një herë hopa që kjo rrugë të përmirësohet, sepse qytetarët e Obiliqit me rreshje të shiut nuk kanë se të dalin rrugë, se tjerët makinat që të kalojnë në për rrugë më një herë ju gjuajnë këton ujin që të pohet në për rrugë. Tjetër përparësi është angazhimi në të pjesa e vjetër e qytetarëve, të cilët kanë marrë pa një përkujdesje. Ekziston një shtëpi e tyre ku janë grumbulluar më herët, tash ajo është e mbetne, kështu që me një investim të vogël do t'ju mundsohen kushte më të mira për jetë. Zoti Preniqi, ju e çelet këtë temë, do të fillojmë pyetjen e dytë prej jush. Tri projektet dhe tri prioritetet e secilit kandidat për këtë komunë. Ju lutem të tregoni se në sa kohë do t'i realizoni këto projekte nëse e merrni pushtetin edhe sa kushtojnë. Tri premtime kërkoj nga secili prej jush, ju bëni votuesve të ju para jush edhe para ekraneve, cilat janë këto premtime, sa do të kushtojnë dhe kur do t'i realizoni saktësisht. Urdhoni. Më mërmenja që përmenda rrugën qendrore, kjo është një prioritet. Sa do të kushtoj? Sa do të kushtoj nuk kam për llogaritje kështu, veç parapërsisht më mërmenja që me këtë buxhet që është. Se keni bëu këtë llogaritje, nuk është dashur kur kandidoni për kryetar, mi ditë këtu sa kushtojnë? Është dashur, por nuk kemi arritur ende në përfundim që të llogaritëm saktësisht sa do të na kushtoj. Me siguri që do të ketë mjete, sepse në garnitura e më hershme ka ndërtuar shumë rrugë këtu në qytet, por rruga qendrore nuk është më remeduar. Tjetër është ndërtimi i një qendrës të kulturës, që më mërmenja me një shumë dikun rreth 200.000 euro do të ndërtohet një qendër e mirë e kulturës, edhe kemi mundësi që të realizojmë këtë projekt. Do me thonë prej 2 milion eurove, të e di që 70% shkojnë në rruga, ju metën juve edhe 30%. Nëse këtu shkojnë, 200.000 shkojnë këtu, çka tjetër do të bëni? Ku do t'i merrni të hollat? Sigurisht do të mundohemi që të thithim tatimin nga Keko. Aty do të mundohemi, po sigurisht me bisedat ndërsjella me udhëheqësinë e Kekut, me ekipin menaxhues të Kekut, do të osim i krutim se si dihet ajo e eksploaton të ngjillin në komunën tonë. Do me thonë, ajo është begatije e natyrës që nga ka thonë. Këto biseda s'kan pas sukses dhe i sot, pse do të kenë sukses me ju? Ma mërmenja që do të gjejmë rrugë që do t'ju afrohemi menaxhmentit Kekut dhe do të hosim në krutim të ata që të më ndihmojnë për ndërtimin e kësaj komune. Dhe projekti tretë? Sepse ata e dihet mirë filli që eksploatojnë gjithë këtë potencial që ka komuna jonë, edhe atëherë duhet edhe t'i paguajnë tatimet në komunë. Po çysh do t'i bindni ju? Po sigurisht me biseda ndërsjellta, me biseda me kontaktet shpeshta do t'i bindin që të kryejnë këtë obligim që ka ndaj komunës tonë. Faleminderit. Faleminderit. Zotni Grajqeci, 3 projektet konkrete, i lutem 3. Ta shfrytëzoni maksimalisht kohën 2 minuta të thuni 3 projekte. Projektet konkrete të nëse vim në pushtet, prioritetet tona do të ishin së pari investime në infrastrukturën rrugore të qytetit. Cilën rrugë dhe sa kushton? Ne kemi disa projekte që me prioritet, këtu ka mjaft, në përgjithësi i kemi vlera, po tashmë të me uvkovi dikun gjitha investimet prioritete ban 1.074.000 euro. Ju i keni vetëm 600.000? Mirë, po ne nuk vazhdojmë vetëm në grandet severitare, ne mendojmë që të kemi edhe donacione, si edhe në krijimin e parakushteve konkrete, ne mendojmë që në këto donacione. Në qoftë se krijohen parakushtet konkrete, domthonë të institucionet tona të bëjnë diçka për
Çka do të Bën bëni? projekte konkrete, unë mendoj se do të kemë mundësi të thithen donacione nga jashtë, sidomos nga Agencioni Evropian për Ndërtim, si dhe prej fondit të Evropës Juglindore që është pakti stabiliteti. Dhe dy projekte tjera? Projekte tjera është investimi në arsim dhe shëndetësi, si dhe përmirësimi i ambientit. Çka në shëndetësi dhe çka në ambient? Në arsim, synimet tona janë që të kemi reforma, domethënë jo vetëm në objekte shkollore, mirë po reforma edhe në përmirësimin e kuadrit, kualifikimin dhe trajnimin e vazhdueshëm të personelit mësimdhënës, si dhe funksionalizimin e mekanizmave të kontrollit të cilësisë. Këto duhet në koordinim të nivelit qendror, sepse arsimi nuk do të funksionon nëse nuk ngritet cilësia, nuk do të kemi përmirësim të cilësisë. Çka premtoni ju në arsim? Mandat juaj çka do të bëhet në arsim? Në mandat tonë ne do të premtojmë investime në hapësirat shkollore, si dhe në kualifikimin dhe trajnimin e personelit mësimdhënës. Faleminderit. Zot Nikelani, 3 projektet sa kushtojnë dhe deri në çfarë kohe do t'i bëni? Për fat keq, ju si e potencuat dhe unë këto elementet i jashtëzakonisht mirë. Forca financiare komunës Kastriotit është jashtëzakonisht e limituar. Jo 600.000, rreth 400.000 euro e kanë disponim si të hyra edhe nga grantet qeveritare, të thot për investime kapitale. Ka të orientojnë më parë në infrastrukturë. Kjo është pyetje për ju. Ka do të orientoni më parë? Në infrastrukturë dhe sikur sektoret ekonomike që nuk mundas, se di sa është pyetje me vend, kuptojnë të ndëruar qytetarë, prezident. Po përgjigjja ju. Ju lutem, përgjigjja është. 3 projekte. Infrastruktura është parakusht i zhvillimit ekonomik. Me këtë forcë që ka, me buxhetin komunal, me këtë forcë që ka, komuna do thot në infrastrukturë si parakusht zhvillimor ekonomik. Këtu hyn rrugët, këtu hyn shkolla, 3 shkolla janë që gjithsesi në hapin e parë, sa është e mundur më parë, do të investojmë, të gjitha spaku nga 250.000 euro janë 750.000 euro për 3 shkolla. E ju thash që keni 400.000. Ju lutem, unë thash, për periudhën 2 vjeçare, do thotë që janë në hapin e parë do ta bëjmë një shkollë në vlerën 250.000 euro që nuk ka mundësi të tjera, në po, një shtëpi kulturës që është imperativi kohës për momente sepse nuk mund të veprohet në qendër të tjera kulturale, çfarë është kjo këtu, pamastisht që qendra Kur do ta kryeni ju shtëpinë e kulturës? Kur? Ju lutem, mendojnë që në hapin e parë me investime që mendojmë të do të rrjedhin obligative nga keku. Si çështje obligative, nuk i dia këtë informata për shtetërorët vjen 4 milion euro. Rreth 4 milion euro, rreth 4 milion euro ka obligime financiare keku ndaj komunës Kastriot. Po jep, deri tash nëse nuk bëhen, definitivisht, nëse nuk bëhen turistëni, për fatkeq nuk ka ndodhur, nëse nuk bëhen turistëni e forma që po lekët paraprakisht i thanë, unë jam shumë skeptik se këtu do të vinin. Megjithatë do thotë, në planin e parë është çështje imponuar dhe të realizimit të mirë. Faleminderit, ka patëm kohë, zoti Mjeku. 3 projektet e juja konkrete, sa kushtojnë dhe kur do të jenë gati? Besoj që projektet e mia nuk kushtojnë shumë, por kanë esencë të marrë edhe të mirë për përparimin. Pikë pari, unë mendoj se si projekt kryesor për mua do të jetë profesionalizmi në administratë. Kuptoj administratën komunale. Derisa nuk vinë personat adekuat në vendet adekuate, edhe nuk udhëheqen ato hallka ku janë shkputuna, nuk kemi përparim. Kjo dikun besoj që me një përkushteshmëri nuk të kushton më tepër. Do t'i zgjidhni prej punë këta, do t'i bëni tjerë, nuk është e vërtet. Më fal, kërkoj falje. Çka do të bëj? Unë do të bëj që me kualifikimin ose me trajnimin e atyre personave që asnjë nuk është që e meriton medalë. Të gjithë janë që kanë mundësi me krijuar mundësi edhe me punu. Dytën, do të bëj krijimin e besueshmërisë mes qytetarit edhe personelit komunal. Atë me rregulla edhe me kodin civil që do të përgjigjet që thash me vendëshmërinë të time secili person nëse nuk e kryen obligimin e vet ndaj qytetarit ose e bën krijesa. Edhe nxitja e kooperimit ndërmjet fermerëve. Nxitjen e kooperimit ndërmjet fermerëve nuk don ajo para, por don përkushtim edhe don vendime të prera edhe të zbatueshme.
Cilat janë ato të prera dhe të zbatueshme? Vetëm me bashkëpunimin edhe bisedat me fermer deri me çtash kom pas sukses, por do të kemi edhe 2 herë më shumë kur tash i bindi që me investime shumë të vogla në bujqësi mundet më arrit shumë. Por atë që na lënder. Cilin projekt bujqësi? Për shembull, projekti më i parë do të jenë bujqësi tash investimi në fushën e prodhimit të drithrave, ku nuk është e vërtetë disa që i marrin realizimin se kam donacione të cilët ofrojnë edhe nuk kemë pas mundësi deri tash se ka qenë buka 15 cent, 10 cent, 12 cent. Sot që është bo 45 cent, besoj që ka mu ngrit. Faleminderit shumë. Zotni Njekiçi, ju 3 projektet e juja konkrete, sa kohë dhe sa pare do të kushtojnë? Në programin e Partisë Demokratike janë të cekura apo të analizuara gjitha problemet e komunës Kastriotit. Mirë po, duke ditur se buxheti komunal i komunës Tobiliqit është një buxhet mjaft i varfër, do të thotë kemi dikon nga tyrat vetanake nga 400.000 euro, do të thotë çka do të bëni me këto? Këto mjete do të thotë don një menaxhim shumë të drejtë, duhet dihet ku të menaxhohen dhe të bëhet sa më tepër për këta qytetarë e cilët kanë probleme shumë të mëdha. Dhe ku do t'i çoni? Pikërisht do të thotë në programin ton të Partisë Demokratike janë të identifikuar problemet në arsim si në shkollën fillore në Miloshev, ku do të thotë një renovim i menjëhershëm në atë shkollë. Sa do të kushtoj ky renovim? Renovimi i kësaj shkolle dikon pritet nga deri 100.000 euro dhe do të thotë kur do ta kryeni këtë projekt? Gjatë mandatit tim 2 vjeçare. Do të thotë nëse vijnë pushtet që unë jam i bindur që qytetarët më besojnë. Sigurisht dikon ka mesi i vitit parë mandatit. 2008. Domthonë në kohën kur janë zonat në pushim. Kurse projekt prioritar do të thotë është edhe ndërtimi i ujësjellësit në Brezhnicë. Si nevojë emanente. Domthonë se Brezhnica dikon ka 200.000 euro. Dhe projekti i tretë? Dhe projekti i tretë do të thotë do të renovojmë oborët e shkollave, do të thotë ato gjelbrim, rreth gjelbrimit kryesisht. Vlera. Sa do të kushtojnë këto? Dikon mjetet vetanake, dikon krejt to që i thash 400.000 euro nuk kushtojnë më nëse. Do të thotë për ata, unë ju garantoj qytetarët të Tobiliqit që këto mjetet pakta, do të thotë do t'i menaxhojmë drejt dhe ato do të thotë çdo mjet i cili nëse arrim grumbullojmë. Ka patëm kohë, zotni Gashi. 3 premtimet e juja, kur do të kryen dhe çka është prioritet? Prioritet numër 1 është arsimi dhe shëndetësia. Çka në arsim, çka në shëndetësi? Në arsim mendojmë që të ndërtohet një shkollë e re fillore në Kastriot dhe të merremetohen shkollat ekzistuese, si dhe të kompletohen. Lokacioni i kësaj shkollës së re ku është? Është në Biliqin e vjetër, afër xhamisë. Dhe sa do të kushtoj? Do të kushtoj dikon rreth 300.000 euro. Kur do të kryhet? Do të kryhet në vitin 2009. Tjerat, si do t'i çoni fondet tjera ku? Fondet tjera do të investojmë në biznese të vogla dhe të mesme, si dhe në bujqësi, dikon rreth 500.000 euro. Ku do t'i merrni këto? Këto unë pak më herët veç tregova ku kemi marrë. Këto mendojmë prej Kekut. Nëse nuk i merrni prej Kekut, ku? Nëse jo prej Kekut? Jo, na besojmë që kemi marrë prej Kekut, se nuk jem sikur nuk jem dëshmuar që si marrëm. Ne besojmë që kemi marrë. Se Keku vepron komun tonë. Nuk keni dëshmuar gjithashtu si keni me i marrë, nuk e dëshmuar. Bindani se si keni me i marrë. E do të bindeni pas zgjedhjes. Jo, tak fare tak sumunin, duni me na kallzu. Tash. Se pëm shefni? Jo, nuk pëm shefum, mirë po me vepruni një kompani si që është Keku në komun, edhe mos me pagu obligimet e vetës, sigurisht në botë nuk ka. S'ka me fasas të ne. Po qysh do t'i meni ato pare? Tash ma herët në prezentim se Kekun do t'a bim këtu jena me shpun kek. Për veshi do t'a kapni a qysh? Do të detyrojmë me orë Keku këtu. Edhe në infrastrukturë me ndojmë diku 1 milion euro me... Prekajt?
Parafolësi mi jem e ceko që dikun 4 milion. Faleminderit, ka që patëm ko. Zëti Kelmendi. 3 projektet e juja, sa ku dhe sa të kushtojnë? 3 projektet kryesore, edhe parafolës të i përmenden këto do të shkarës, por programi jem shtetet në 3 shtyllat kryesor që do të jenë investimin në arsim, në rrugën e shëndetit publik dhe në kulturë. Në arsim konkretisht mi edhe në para arsimtarëve. Do t'ja rrit një rogat? Pa tjetër. E ku do t'ja nalni? Sa do t'ja rritni? Nuk do t'ja nalim fare, por dikun për 400 punëtor të arsimit sa i ka janë në komunën e Kastriotit, do të ne për 20% do ngrisim pagat. A ju le ministria me bukte? Po, inshallah ministria nuk e ka lënë met që arsimtarët me i pështru edhe më të tjesë që ka pështru Gjermëtani. Po nëse si jep ministria paret, ku keni mizet ju? Po nga bugjeti, ku kemi këtu do të sepse 80.000 euro bëjnë do të për 400 punëtorë do të në 6 orën e parë. Pare tjera ku do t'i qoni? Pare tjera do i qojmë në mbrojtjen e shëndetit publik. Mbrojtja e shëndetit publik nuk është mja që mjekun secili qytetar do të kesh pjeti, por është për të krijuar kushte më të mira, siç janë do të ujësiense, kanalizimi e kështu me radhë. Që projekti do të kushtoj në 6 orën e parë do të investojmë në aty ku është më emergjente, do ta inqizojmë, do të gjendjen në teren. A nuk kemi inqizu dhe i tash? Po nuk e kemi inqizu sepse ne nuk kemi qenë për shtetë, jam i pa parti, ju e pat, ju u të greva më për para. Se s'ke faj se hera parë që po ndeshësh edhe ti me kësi rasit. Po në shpëdale vota, ju po dilni, se si një pregadit për këta votus. Sepse si kam tifozët si që po indëgjoni ju, këtu që po duhet trokosin për partit politike që i kanë, se edhe politikë thashtë dhe më përpara. Edhe politikajt e dështuar në për nivele komunale, ingrisën në pozitat tjera, sepse s'ka logaridhënje. Do thot, çështja është kjo. Këtu para, nuk i kemi bërë inqizimet, për shkak se i kemi projektin, por në cilin vend më përpara do të nuk... Mirë, faleminderit. Tash për një problem të madh që e ka komuna ju i Obiliç Kastriot, si doni mirë, po shumë pak folët për këtë punë, dhe dua nga 1 minutë prej CC-ve jush, qysh të ta përmirësoni kushtet e ambientit. Kjo komunë është më e ndotura në Kosovë, çka keni planifikuar diçka që deri tash, konkretisht deri tash nuk është bo e do ta bëni ju. Konkretisht që lutem zot Kelmendi, 1 minutë keni seriozisht të më përgjigjen lidhur me problemin e ambientit. Kjo vjen nga Ismet Paçi, po jam i sigurt që shumë qytetarë dojnë tani. Me njëherë do të ngrisim sektor të kësaj fushë për mbrojtjen e mjedisit, sepse dihet që në Obiliç janë 3 elementet kryesore për jetën e njeriut janë shumë të ndotura. Ajri, uji dhe toka janë në 10 herë. Do e përgatisim infrastrukturën që specialistët të merren për çdo ditë me këtë. Jo sa për sy faqe që kanë Gjermëtani, të fushës ekologjisë, biologjisë, kimisë të tjera, që ka sa të duash në komunën e Kastriotit specialistë të tillë. Do të menjëherë do bëjmë organizimin, patjetër që i njohim, nëse ku do të marrë prej partive të tyre, do thotë Nazifi, Ismeti, Gjerimi, Hyseni, Astriti, Iliri, Mërveti, Kadria, Alia e të tjerë. Çka kanë bërë dhe i tash këta? Këta kanë bjemën? Këta pyetni këta. Këta s'kanë qenë, nuk kanë ardhur në shprehje do të me i bërë këto gjëra. Tani do të vinë. Faleminderit. Zot Nigashi, për ambientin çfarë do të bëni? Për ambientin është mirë të folet shumë edhe kemë vend shumë flasim, po i përmendi vetëm në shembull, Prizreni ka drejtori për mbrojtje të ambientit, kurse Kastrioti nuk ka. Dihet shkolla... Edhe në ajo drejtori në pushtetin e juaj, çka do të bën ajo drejtori? Ajo drejtori do të punoj në drejtim që ambientin e Kastriot mos të ndotet, edhe do të ketë njerëz ekspertë që tha dhe Fraforsi që do të mirën me atë punë. A janë të njëjtë ata ekspertat? Jo, Iliri, jo mund ndryshojnë se gjithë ata sigurisht se s'kanë me pasën. Shumë shpejt e kryt kjo problemi madh, po më çudi që se keni mendu ma shumë të gjithë, se si me zgjidh këtë problem, po shkojmë tutje. Zoti Mikici, seriozisht si do ta trajtoni ambientin në Obiliç? Problemi i ambientit në komunën e Kastriotit është një problem madhor
qysh do ta zgjidhni, të gjithë e dim që. Madhor, këto jo vetëm domthon për Kosovën, por është madhor domthon edhe për gjithë një prej komunave në Ballkan. Problemi se si do ta zgjedhmi, do të thotë një është të krijojmë departamentin e mbrojtjes së ambientit. Përveç asaj do të thotë duhet të ndërtohen politika drejta dhe shnosha në nivel lokal me qeverinë, të i bind strukturat domthon qeverinë, sepse patjetër duhet që kontributet të cilat i takojnë Kekut si kompani më e madhe në komunën tonë dhe që punon dhe graviton në territor të kufit administrativ të komunës tonë dhe që për ditë e bën degradim të madh të tokës bujqësore, ta bindim që të kryej kontributet për eksploatimin e thëngjillit që bën. Faleminderit. Kaq patëm kohë. Zotni Mjeku. Kërkoj falje. Shumë apati shkurt është me dhonë përgjigje që e kërkoni ju zonja Jeta, vetëm shë thonë që une për një intervenim shumë shpejt, mendoj që do të bëhet me mjetët shumë të edhe që janë mjetët limitume të komunës, bashkëpunim, me mirë kuptim, bashkëpunim me Kekun, vetëm të bëhet gjelbrimi, i si përpaqër të gjeshua rrët Kekit, edhe të bëhet përzimi një pjeset, e kësha morë me si shamull. Kur Mosa Dërmusa besoj që e din, një dru, 20 vjeqar, është në gjendje për shamull për një vit, me i thjet dikon rrët 100 ton karbon dioksid. Kur mos flasëm edhe për tjera, do të thëtë, mos muj shumë me zhduk, me zbut, do të thëtë me zbut, o e kom qëllimin aty me amortizu çështjen e ndotjes. Kurse të gjelbrimi që është për mendim të amin investim jo i madh, se besoj që në përgjithësi të dy deponit nuk mund të kushton më tepër se 30.000 euro gjelbrimi o fjala, veç për bari është fjala, përgatitja dhe të tjerat, kurse e mbron. E di që është koha shkurt, po edhe në këtë kohë shkurt mund të shohim përgjigje prej jush të kush ka na ide ma qartë. Zoti Kelani, ju çka do të bëni për ambientin të e marrë parasysh çka keni bo deri tash, edhe çka s'ka pas sukses, çka do të bëni për tashi që do të ndryshoj? Urnoni. Ky problem gjithsesi se ka lënë saqe e mundësive që të intervjuohet në nivel të kuvendit komunal, përkatësisht të komunës së Kastriotit. Është një problem shumë madhor dhe jetik, jo vetëm për komunën tonë, por për tërë Kosovën. Unë mendoj dhe jam skeptik, sa bukur parafolë si flet. Masat eventuale që mund të merret që në këtë drejtim dhe janë punu. Do thotë gjelbrimi i fushave të mundshme me dojë të ndryshëm, gjithsesi dekorativ në funksion të pastrimit si filtra natyror, se më shumë nuk ka mundësi kjo komunë bëjë. Fati i ambientit të komunës Kastriotit, po dhe Kosovës, e për saj, do të thotë qytetet që gravitojnë, është gjithsesi në ndërtimin e një objekti të ri, një termocentrali të ri, dhe dinosauri aktual i komunës tonë dhe i Kosovës Kosova të shërënjoset nga fasja dhe jo. Mirë është se dhja dini, tash do t'ju njoftoj 12 milion euro janë ndarë nga banka botërore për eliminimin e deponisë. Faleminderit, ka që kishim kohë. Zotni Grajqevci? Problemi i ambientit është një problem mjaft i madh në komunën tonë. Ky problem nuk mund të zgjidhet vetëm në nivelin lokal, ne mendojmë se kjo mund të bëhet vetëm në koordinim me institucionet qeveritare. Puna e parë që duhet bërë është vendosja urgjente e stabilimenteve filtruese në termocentralet ekzistuese, domethënë në Kosovën A dhe në Kosovën B, për arsye se ato emitojnë në vazhdimsi dioksid azotit dhe të karbonit. Kjo ka mundësi të bëhet, domethënë në vendosja e këtyre stabilimenteve filtruese. Pastaj hapi 2 që ne besojmë që ish duhet me ndërmarrë është largimi i deponive të hirit, domethënë rikultivimi dhe dizajnimi i këtyre tokave dhe shndrimi tyre në një park nacional. Kjo besojmë nëse është e realizueshme me ndihmën e donatorëve, si dhe hapi 3 që duhet bërë është ndërtimi i implantit për përpunimin e ujrave fekale, sepse gjitha ujrat fekale derdhen në lumin Sitnica, ne e dim, dhe të ndërtohet një implant për përpunimin e këtyre. Faleminderit zotni Grajqevci. Zoti Brenici. Po këtu pranë Kekut kanë qenë 2 organizata, është një e profesionalizuar për instituti INKAS, i cili mirret me
me këto studime edhe me motjen e ndotjes të ambientit këtu. Ka punoni ju në atë institut? Unë nuk punoj, po është instituti që li punon, ka qenë pranë Keku, deri me tash është pavarësua dhe është shoqëria aksionare pranë Kekut. Dhe në pushtet juajin çka do të bëhet me këtë institut apo çka do të bëhet me ndotjet e ambientit? Po sigurisht në bashkëpunim me ata do të na udhëzojnë mas miri për vendosjen e filtrave, siç e përmend parafolsit. Edhe tjetri program që është nga banka botërore që ndonë mjetet për eliminimin e hirit, kthimin e hirit në vendin ku është ma parë të ngjilli, edhe aty do të shohet një tokë që sigurisht që do të ndërmarrim diçka që të podzojmë atë vend dhe sa më shumë të zvoglojmë ndotjen e ambientit. Përndryshe është problem madhur që siç e kanë edhe parafolsit nuk mujmë, jem pa mundësi që ta eliminojmë tërësi ndotjen e ambientit. Faleminderit, ka s'patëm kohë. Shikojni pyetjet që janë tavolinën time. Mund t'ju them 80% kanë të bëjnë me korrupsion, familjarizëm, ndërtime ilegale në komunën tuaj. Kështu që kërkoj, tash do t'ju bëj pyetje specifike, po kërkoj prej jush të mos folni ajër, të më tregoni konkretisht në 2 minutat e ardhshëm si do ta luftoni familjarizmin, korrupsionin dhe ndërtimet ilegale, tu marr parasysh që ato veç janë ndërtu. Kush si do të thonë a jeni qaq të fortë sa do t'i rezistoni këtyre njerëzve, a do të rrezikoni qaq, edhe si do ta luftoni sidomos familjarizmin 4 pyetje për njerëzve të ndryshëm, zotni Mjekut, zotni Miftar Askova, Beni dhe një anonim pyet pse 80% të gjithë thjesht në komunën e Kastriotit, në drejtori dhe në drejtorate dominon mbiemri Hashani dhe Mjekiçi. Pse ka shumë familjarizëm? Ku e marrë parasysh pse që thash dhe këto pyetje janë kryesore për votuesit e ju, ata dojnë me ditë ju ç'është keni me luftu këtë korrupsion, edhe ndërtime, edhe në familjarizëm. Fillojmë prej ju, zotri Preniçi. Për ndërtime mendoj që me punimin e planit urbanistik, atëherë gjitha objektet ilegale që janë ndërtuar, nëse gjendet vend për me ilegalizua, ato do të legalizohen. Nëse janë ndërtime në vende ku e pengojnë zhvillimin e qytetërimit, atëherë ato sigurisht që do të mirët vendime dhe do të eliminohen, do të rëzohen. E nëse ata janë më të fortë se ju? Nëse ata janë më të fortë se na do të provojmë forcat, unë nuk do të mbrapsem, unë vetëm do të respektoj ligjin. Nëse pijet ligj edhe nëse pijet plani urbanistik që i cili do të aprovohet nga kuvendi komunal, ai plan duhet realizohet patjetër. Faleminderit. Urdhani, zotni Graqesi? Sa përket ndërtimeve pa leje si dhe korrupsionit, se të gjitha keq menaxhimit, keq qeverisje që në bëllë, pyetja juve në të kaluarën, ne mendojmë se për ndërtimet ilegale, ne do t'i shqyrtojmë dhe rivlerësojmë gjitha ato që janë bërë dhe aty ku ka mundësi, do të legalizohen, ku ekzistojnë kushtet e parapare dhe që nuk janë në kundërshtim me plan urbanistik do anë komunal. Kur të saj përket burokracisë që është në institucionet tona, jo burokracisë, familjarizëm, korrupsion, këto jo përgjegjësisë, jo transparencë, këto janë nivel në krejtë Kosovën, jo vetëm në komunën tonë. Ne do të bëjmë, se e thashtë më herët, ne kushtojmë një element shumë të rëndësishëm, do të përgjegjësisë, si dhe efikasitetit të punës së administratës të shërbimeve komunale, si dhe llogaritëve. Këndo ta shteni ju në punë? Vetëm profesionistët, nuk do të ketë nepotizëm, nuk do të ketë interesa as planor, as partiak. E çka do t'ju bëni Hashanëve e Mjekiçve që ekzistojnë? Secili që Dëgjom, secili që punon do të bëhet kualifikimi dhe profesionalizimi i secilit punëtor në stafin administrativ. Hashanët e Mjekiç, do t'i shkolloni? Por ata që janë në gjendje ekzistuese. Do më thonë, ne në mandatin tonë do të kërkojmë vetëm përgjegjësi. Ne kemë fjalën jo çka u bë deri tash, por në të ardhmen çka do të bëjnë. Do të kontrollohen të gjithë për punën e tyre dhe secili do të jap përgjegjësi dhe llogaridhënie dhe do të ketë transparencë në punën si dhe në çastin e shpenzimit të parës publike. Faleminderit. Faleminderit për përgjigjet dhe keni parasysh që gjitha do të regjistrohen edhe pas një viti me të vërtetë do të vinë të shikojmë se a keni bo atë çka po thuni sot, do t'ju lëshojmë këtë kasetë dhe keni përgjegjësi ndaj fjalës publike.
Urdhënoni zoti Kelani dhe të lutem veç ma vërtetoni, a është e vërtet që 5 drejtora drejtorive janë Hashan? A është e vërtet? Unë s'jam e këtujt. Tregoni që s'është e vërtet. A është e vërtet? Nuk është e vërtet. Kjo dihet botërisht tani më. Kryetari, kryeshefi, drejtori i urbanizmit, drejtori i administratës janë Hashan. Drejtorat e drejtorive. Lutem, po e paraqies një element çfarë është aktuali. Dominon në strukturën udhëheqëse që është e vërteta familja. Dhe unë kujtoj, e kam thënë shumë herë dhe publikisht e them këtu. Edhe në ndeje kështu personale. Kanceri i shoqërisë, primitivizmi, familjarizmi kudo që paraqitet. E çfarë do ta luftoni? Elementet, lutem. Nëse unë them se strukturën udhëheqëse, këto elemente duhet të eliminohen që në start. Sepse nuk barten nëse është kancer shoqëror. Po cilës parti është Hashani? I dykys. I hidhjes po i hidhin. E çfarë do ta luftoni në partinë e ju? Do ta luftojmë se do ju lutem mund paraqiten. Mund të paraqiten deformimin e partisë. Kandidojmë. Jo. Faleminderit. Mund të paraqiten deformimin e partisë që janë këtë normale. Kosova tash në një formë, po frymon 8 vjet të lirisë. Demokracinë mund të jetë e breshtë në një formë. Të paraqiten, do t'i luftojmë. Nuk ka çështje e luftës. Thjesht, si subjekt politik, aktualisht ku është dega lidhës, familjarizëm nuk ka njëri që është dy njerëz nga një familje. Të përgjithësitë. Lutem ka ndodhur kjo, nuk do të kthejmë nga kaluara. Korrupsioni është një qasje shumë kompleksive. Dhe ju them shumë thjesht, do e them. Ju lutem, nëse vi kryetar, do të jetë dera e hapur për çdo qytetar. 1 euro nëse kërkohet, dera e hapur e kryetarit komunës. Për çdo qytetar nëse kërkon dikush në administrat 1 euro. Dhe kjo mund të luftohet nga qytetarët, unë jam ai që për një herë do të marr masa. Ju garantoj dhe premtoj dhe bëj apel. Korrupsioni luftohet nga qytetarët, lajmërimi i çdo rastit më banal. Dhe elementi tjetër lutem. Nëse po ju lajmërojnë Hashan për shembull, çish po luftoni ju? Këta po e lajmërojnë. Nuk e kam qartë kon po e lajmërojnë. Hashanët nuk mund të lajmërojnë korrupsionin se është në nivel të udhëheqjes. Të korruptuar mund të jetë struktura udhëheqëse, jo të tjerë. Do flasim tash për strukturën udhëheqëse. Jo, përgjithësisht struktura. Faleminderit, ishte përgjigje interesante. Faleminderit, zoti Kelani. Zoti Mjeku, si do t'i luftoni ju këto dokumente? Ndërtimin ilegal, korrupsionin, familjarizmin. Shëqa, tash për mu liftua ndërtimi ilegal është kry. Ato duhet gjetet në mënyra, ju lutem, ato duhet mu gjetë mënyra e legalizimit që ati ndërtimi. Nëse aprovohet plani urbanistik, korrigjohet edhe një vend që ka zonë pozitën për shembull të zhvillimit matujtë shumë merren hapa. Nëse nuk e priket, duhet gjetet mënyra që është bëhet legalizimi. Çfarë hapa do të merren? Çfarë hapa? Aty do të merren hapat për përcaktimin edhe zbatimin e ligjit. Ju lutem, nuk ka në botë kërkon një shtet në tranzicion që jetë në vakon të ligjeve. Këtu ka munguar vetëm menaxhimi edhe guximi për ekzekutimin për zbatimin e ligjit. Po të ishin zbatu ligjet, ashtu që janë që do të shkrumet, nuk besoj që ishonet dhe të kjo. Korrupsioni dhe familjarizmi. Ju lutem, nuk e di tash me korrupsion çka kuptohet, se aty kanë korrupsion edhe mito edhe ka marrë s'ka marrë. Korrupsion për mua është edhe një zyrtar i cili nuk ja ka kryer qytetarit një detyrë. Për mua është korrupsion një zyrtar për shembull që vjen ora 9 punë e shkon ora 2. Për mua është korrupsion shumë sene, cilat unë mendoj me kodin civil të personave ku e ceka më herët që do të bëj ofrimin ose besimin e personelit komunal ndaj qytetarit në çet formë do të bëhet, jo me dhunë, jo me ato se sot është demokraci. Familjarizmi? Për familjarizëm jo me unë që aty që i bise mjeku, jo mjekish, po nëse shifet që ata janë për shembull do të gjejmë rrugë për ata, veç unë mendoj me një riorganizim të brendshëm, se nuk mundet se këto janë dy familjet nga, e kem kur kuptohemi na nuk mundin rrugë ta mbijam, se i shumë rrugë, s'ka pas problem. Po me një riorganizim të brendshëm, unë besoj që do ta bëjmë zgjidhjen më të lumtën e zgjidhjen më të mirë. Do t'i dimë edhe ata që mendojnë që nuk janë mjekësh që mundin të kontribuojnë më tepër. Kaq kam, faleminderit. Faleminderit. Zotni Mjekiçi. Urnani. Është e vërtet se në komunën e Kastriotit është pak numri më i madh i theksuar i dy familjeve, Hashani dhe Mjekiçi. Mirë po, një çështje duhet ta dim.
familja Ashani është mase 500 shtëpi, kurse familja Mjekiqi janë 2 fshatra të cilat janë kryesisht familje Mjekiqi. Andaj, marë në strukturën e përbërjes komunës del se çdo fshat i komunës Kasiotit do të thotë janë mase 10 punëtor të punësuar për çdo fshatri. Do të thotë kur ti llogarisë do të thotë 2 fshatra të komunës Kasiotit. Jo, kjo është realitet është. Jo, nëse vetëm si ço. Diçka s'po ju besojnë, po ju vazhdoni. Jo, reale ajo. Ajo është shumë reale. Sa fshatra i ka krejt komuna Obiliqit? Komuna Obiliqit i ka 20 fshatra. E prej 20 veçyrë 2 fshatra pas kanë gjithmonë. 20 fshatra. Komuna 100 jo vetëm 2 fshatra. 90 punëtor janë pranë kuvendit komunal, 92 punëtor pranë kuvendit komunal. Ka punëtor që gravitojnë pej Brezhnice që janë punëtor shërbimit komunal. Punëtor nga Hadja që janë punëtor 10 janë të Hadës. 10 janë të Hadës. Mirë, përfundojmë fjalin. Mirë, po megjithatë, sa i përket domethënë udhëheqjeve në kuvendin komunal, drejtorive, kjo administratë është ndërtuar domethënë jo gjatë këtij mandati, është ndërtuar edhe më herët. Sa me keq kanë hinë punë gjatë mandatit juaj? Që tregoni më shumë. Gjatë mandatit tem asnjë s'jan hinë, hiç. As kanë me hinë asnjë hiç. Po premtoni. Nëse unë jam i bindur që qytetarët do të më besojnë udhëheqjen në këtë mandat, ju garantoj që gjatë këtij mandati do të thotë punëtor, domethënë në administratën komunale nuk do të pranohet asnjë punëtor i ri nga familjet Mjekiqi. Faleminderit. Ky është premtim konkret, ta shohim a do të jetë kështu. Pres prej jush me informu a i ka marrë këtë premtim. Zoti Gashi. Ndërtimin ilegal do të luftojmë në atë mënyrë që aty ku ka mundësi të legalizohen, do të legalizojmë. Aty ku s'ka mundësi, i krejt ndërtimi ka mu hjek për aty. Mirë, çka do të bëni nëse me të vërtet ata kanë fuqi, ata njerëz deri tash kanë. Kemi ndru venët. E lëshoj venën me ne. E lëshoni venën? Nuk do të jem kryetar nëse s'kam fuqi me hjek. Nëse në komun ka ma të fortë sekretari, atëherë nuk ka kuptim edhe tjetë kryetari. A keni përkras për këtë politikë? Si do ta realizoni? Na bindni? I kam votues të mi dhe bashkëqytetarët e mi të gjithë. E nëse ata votues janë shok dosta që kanë ndërtu ilegalisht? Edhe aty në do t'ju hekët. Qysh? Do të rënohet. Nëse ka mundësi legalizimit, do të legalizohet. Nëse jo, atëherë... E nëse kanë bjarnin Gashi? Nëse kanë bjarnin Gashi, nuk ka. A është e vërtet? Jo. O shumë e vërtet se asë një gash nuk ka objekt ilegal. Gashi është në jamën i manë Kosovë, që shpo garantoni ju që së është asë? Unë po flasë vetëm për komunë të Obiliqit. Mirë. Korupcionin si do ta luftoni? Korupcionin edhe familjarizmin do ta luftojmë në atë mënyrë që do të bashkëpunojmë, do të jenë transparent me qytetarë. Aty ku secili qytetar mendon që ka korrupsion, kemi luftu së bashku. Vetëm qeverisja lokale s'ka mundësi. Mund fillon, mirë po bashkëpunim me qytetarë sigurisht se kemi luftu. Për familjarizëm, gash nuk ka, komun ka shumë pak, si të mos familjes time, drejtërët e drejtërive... Sa janë familjes ju? Asni. Gash ka po të familjes time, thashtë asni. Fshatit prej kujt unë vi asni... Faleminderit, ka që kena ko. Do t'i kelmendi. Si do t'i luftoni këto sindrome? Jo, në futemi për t'i luftuar do t'individet gjithësisht njerëz që kanë bërë në një punë, apo pse i takojnë një mbiemri apo një mbiemri tjetër. Përdeshta t'u them dy kolegëve të mi në politikë, Recepit edhe Hakiut. Këta ky mbiemër, Mjekiqi dhe Hashan, flas në nivelin e më të lartë të administratës komunale, janë bërë në kohën kur ka qenë kryetari i kuvendit komunal Recep Kelani. Natyrisht brenda partisë. Përpos Hakimieku, i cili edhe atëherë nuk e di, ka thëshën, ne dishëm që është kuadër relativisht profesional,
edhe pse ndoshta ka pasur më të mirë se ky, po megjithatë ky donte do të gjitha administratët ka qenë drejtor. Ndërsa siç tha ky, se unë do punsoj asnjë mjekiç. Kjo është absurd, do të ikë prej një ekstrem në ekstrem tjetër. Natyrisht, në ardhjen time dhe unë besoj që qytetarët më po shohin se ku janë ka të ndisur partitë, dhe është një cilësi e re do të në demokraci që tani drejt për drejt zgjidhet qytetari, kryetari i komunës, inshallah do të jetë në nivel më të lartë, nëse lejojnë ata shefat e mëdhej se do i ruajnë me gjithë privilegjet e veta. Dhe atëherë secili që do të zgjidhet kryetar do ta ketë mbështetjen e popullit, sepse është demokraci e drejtë për drejt. Dhe çfarë do të bëni ju apo na tregoni konkretisht? Po pra, nuk do të qesh për punë siç tanë të tjerët. Nuk do të qesh për punë ata që kanë punuar mirë. Nuk do të qeti për punë. Ata që kanë punuar mirë po flas. Ata që nuk kanë shkel, nuk kanë abuzuar, dhe ata që kanë abuzuar dhe kanë shkel auditori i përgjithshëm i ka bërë gjë, nëse kanë ardhur ndështim me ligjin, do merret ligji, jo unë. Unë nuk po vi për të ndëshkuar, me ndëshku njerëz. Ligji do merret me këto gjëra. Unë politikisht do të nuk për mua në aspektin politik do jetë i pranuar secili pavarësisht ngjyrimit politik se çfarë ka. Do të titull mbi shkrim akronom do jetë profesionalizmi. Faleminderit. Zoti Mjekiçi ka kërkuar replik, 1 minutë keni dhe kjo do të jetë pyetja e fundit. Urdhani. Zoti Mjekiçi, ju keni kërkuar replik po. Ajo? Mirë, mendova që doni të mbroni. A ka replik? Mirë, urdhani zoti Kelani, replik. Për faktin se apostrofova. Them një gjashtë shumë reale. Një strukturë të tillë administrative e kanë gjetë të trashëguar nga qeveria e përkohshme e Kosovës. Ju e dini që është themeluar diku në vitin në korrikun ose gushtin e vitin 99. Ata kanë faj, a? Zgjedhjet e pa, mos pa merren faj. Unë thash e kanë trashëguar një strukturë të tillë. Dhe në ndërkohë ka ndodhur edhe ndryshim, do thotë se kryeshefi dhe 3 drejtor kanë qenë, ashan ka ndodhur ndryshim në kuadër të subjektit politik ku edhe unë jam, do thotë ka edhe kryetari, kjo është e tërë, ka ardhur kryetari nga radhë të lidhës. Kjo është e tërë, do thotë kjo është një vërtet shumë e madhe. Por mendoj mbi krejt, një administrat funksionale dhe sa më funksionale, do të ep pavarësisht unë thash, kancer është i shoqërisë, cilës do shoqëri, është familjarizmi, unë po them jo nepotizëm. Korupcioni gjithsesi, ndërtimet pa leje një fjalë nëse më lejota, 1 minutë. Plani i parë në veçanti për Kastriotin, që duhet bëhet urgjentisht dhe do të insistoj me çdo kusht, jam shumë i sigurt se është çështje kryer kjo punë për pushtetin. Faleminderit, ka shkruajm, fal, 1 minutë. Replikën e ka kërkuar zoti Kelmendi. Vetëm për sqarim për qytetarët, se të pranesh mbetëtin. Për qytetarët, do thotë zoti Kelani tha se atë që ka gjetur nga qeveria e përkohshme gjaja se do të atë ka nuk ka prek. Nuk është saktë. Po drejtorin për urbanizëm do të ka qenë tjetër. Pse ai u hoq e të tjerë nuk lëvizën? Vetëm te. Edhe Hakiu, pse nuk u hoq? Edhe Hakiu ishte i qeverisë përkohshme. Pse nuk u hoq edhe ai? Pastaj ju me një herë zoti Kelani urna. I lutem, do thotë vetëm në ndryshim kohën time ka Kemal Jashon drejtori i organizmit, Hakimi e kishin me çest patjak, si lidhë kemi marrë vesh. Le turnon dega PDK-s në Kastriot e bën njëri për departamentin zgjodhëzisë, është përcaktuar për Hakimi e kishin. Kjo ka qenë vërtetë. Unoni zoti Mjekiçi ju kërkuat replik. Nuk është e vërtetë që unë komor si çest patjak, po unë komor përmes konkursit. Dhe ju kum nështru konkursin. Mirë, veç pak, përfundimisht, zoti Kelani. Për qytetarët, unë atëherë kam drejtuar degën e PDK-s në Kastriot, e dini ju fort mirë qytetarët. Këtu po bën spekulime. Unë nuk do të futem në llogaritë e tyre, pse çfarë i kanë i din këta. Nuk do të shohim atë sepse i di mirë. Por në atë kohë absolutisht asnjë marrëveshje rreth, më thuaj ka qenë kryetar edhe i degës edhe i komunës. Kur je ul me kryetarin e degës së Partisë Demokratike, që të merresh vesh se a do të jetë një kuadër i saj në një drejtori apo jo. Thuaj këtë publikisht publikut, mos spekulo. Replika e fundit zoti Kelani. Me përgjegjësi e them se ka qenë marrëveshje në mes LDK-s dhe degës së PDK-s ta bën një kuadër të preferuar të përgjithshëm për departamentin e gjeodezisë. Njëkohësisht nga AAQ atëherë kemi kërkuar një kuadër departament shëndetësisë, nuk na ka ofruar asnjëherë dhe kështu kemi vepruar pastaj si strukturë. Faleminderit. Po shihet se kjo komunë ka probleme të mëdha, mund vjen keq sidomos që nuk patëm kohë me përgjigj pyetjeve që kanë të bëjnë me hade, me kek, që është problemi kryesor i kësaj komune, mirë po debate të tilla do të bëjmë në nivel qendror. Faleminderit gjithëve që ishim këtu, i falenderoj partnerët tanë që ndihmuan realizimin e këtij debati, janë këtu ATRC, GAP,
Oje që Aurora Obiliti, Shtëpia e Kulturës, faleminderit, natën e mirë.